le të tregojmë disa menu që mund t'i përdori njerëzit për syfyr, që janë të shëndetshme, që i mbajnë gjatë ditës, që ndikojnë pastaj në procese të tjera. Që nuk përdori? I kemi të shkruara? I keni të shkruar atje shumë më i miri nga të gjitha, unë kam rekomanduar 3 urma një ujë, se dhe sasi e lartë e urmës. Pse? Është shumë e lehtë për stomakun, në orën 3-4 të mëngjesit. Menuja e parë kjo. Jep një glukozë natyrale për trurin, jep nivele pak fibrave, jep një nivel të lartë mineraleve, jep 23 aminoacide. Është shumë praktike. Nuk është e rëndë dhe të mban jashtëzakonisht shumë. Dhe çfarë bën? Të jep një energji të menjëhershme në atë moment dhe sidomos të jep nivele të mira të kaliumit, magnezit dhe mineraleve të tjera. Por, ka një gjë, duke mos pasur yndyrra të shëndetshme dhe pak nivele të proteinave, kjo nuk është një menu për të gjithë personat që më kanë mësuar. Pra, kjo është për një person që bën një jetë normale, të thjeshtë dhe pa lëvizshmëri shumë të madhe, që mund të konsumojë këtë. Për mendimin tim, kjo është ndoshta menuja më e mirë që mund të ekzistojë. Pyetja që mund të bëjnë njerëzit është na mban thot gjithë ditën vetëm kaq pak? Po pse nuk është agjerimi të mbajë gjithë ditën? Prapë kemi kuptuar. Agjerimi nuk është depozit kalorish dhe depo ushqimore. Po. Është sakrificë. Po ne duhet të kalojmë një proces agjerimi. Si do kaloj agjerimi duke konsumuar sasi lartë ushqimi? Tani ne do prishim një proces. Se njerëzit mjaftohen që kam derisa të vi iftari dhe mjaftohen me këto orë dhe pikërisht prandaj pyes që ta kuptojnë. Njerëzit rrisin nivelin e kortizolit dhe mendojnë çfarë do ha unë nesër sepse ndoshta 12 orë, 13 orë nuk i duroj dot. Duke mos duruar dot, kjo kthehet në një obsesion në mendjen tonë. Kjo na rrit nivelin e kortizolit, kjo na kthehet në stres metabolik dhe kjo më shumë na dëmton se na sjell. Dhe çfarë na bën kjo? Mezi do durojmë që të ushqemi me tjetrën dhe kemi mendjen vetëm tek një gjë. Ne duhet të vazhdojmë punën tonë tonë asgjë s'ka për të ndodhur. Njerëzit agjerojnë 40 ditë ndoshta pa ngrënë asgjë dhe pinë ujë, siç kanë agjeruar. Agjerimi nuk është proces, është një ndër sot. Pra po ta shikosh në Egjiptin e lashtë, është përdorur në kohë shumë të mëdha. Po shikosh Hipokratin, kur i sëmur po kështu, e kanë përdorur kafshët dhe kafshët e përdorin edhe sot. Një kafshë që është sëmur përdor agjerimin, po e kanë përdorur Galenin në Romën e lashtë, që thonë duhet ta agjerojnë. Pra kombinimi i agjerimit është bërë gjatë gjithë kësaj kohe, edhe në fen islame, edhe në budizëm, pra edhe në fe të tjera, edhe në Bibël është përcaktuar agjerimi, pra edhe te kreshmet e të tjera, pra ka agjerim. Pra agjerimi është një proces që nuk mendohet çfarë do ham ne të marrim depozita të mëdha që të kemi për 12 orë. Po s'është sens kjo, se trupi goditet jashtëzakonisht fort. Duke goditur shumë, ky proces thyhet dhe ne nuk bëjmë asnjëherë autofagji. Shumë nuk bën fare. Atin që duhet të kalojmë tek menutë e tjera, se janë 7 të tilla edhe do të flasim edhe për iftarin. Sugjerimi i dytë. Po, atëre për shembull konsumimi i kosit me vajin e ullirit, me trangu në formë taratore, si të trash me një luk fara kungulli do jetë shumë e mirë, e shoqëruar me një vezë dhe me një frut. Për shembull me boronica, me një kivi, me një banane po të duan, sepse kjo është shumë e balancuar, se këtu ka edhe protein, që është kosi dhe veza, ka dhe yndyrra të shëndetshme, që është vaji i ullirit, po ka dhe fibra, që është edhe nga fruti, po ka dhe minerale. Por ka dhe fibra nga fara, por dhe mineralet nga fara të kungullit dhe elemente të tjerë. Atëherë kjo bën dhe stabilizimin e glicemisë, ul dhe urin gjatë ditës dhe është e lehtë. Jep një ngopje të gjatë në proces, të gjatë, diç do të thotë që ngopja të jetë 4, 5, 6 orë. Pas 6 orësh do të fillojë uria, sa atëherë fillon procesi autofagjisë. Nëse ti pas 6 orëve nuk ndjen uri, 10, 8 orëve uri, atëherë nuk ka filluar ky proces. Nuk kemi zgjidhur asgjë, pra kemi bërë si sot populli një vër në ujë. Në ana tjetër, kemi një menu tjetër që mund të jetë kos e përzier çor me fruta pylli, me fruta pylli ose me boronica vare, do të lidhim disa kokra ara të shtypura ose jo. Ara duhet të mbyllura gjithmonë, mos marrim ara të paketuara. Mund të jetë një frut përsëri, pra mund të jetë edhe shtesë, edhe këtu një banane, mund të jetë një kivi, mund të jetë një peshk, varet nga vendi ku jetojnë njerëzit, mund të jetë një fet mango, sepse është shumë kombinimi i mirë për energji të qëndrueshme. Nga niveli i karbohidrateve komplekse që është tërshëra që s'duhet të jetë me sheqer, dhe të jetë tërshërë e pastër. Nga kosi që ka nivelet proteinës, ara që kanë yndyrna të shëndetshme, ka nivelin e boronicës, ka nivelin antioksidantëve dhe mineraleve, pra shumë e mirë edhe nga aspekti fibrave, edhe për zorën, edhe për shëndetin. Pra, kjo është elementi mirë që ne mund ta mbajmë si sugjerim. Një tjetër është konsumimi i vezës. Një vezë, 2 vezë, varet nga personi, konsumuar me avokado, konsumuar me kërpurdha, ndoshta konsumuar me asparagus, me pak domate ose pomodorini, me pak tranguj, edhe një kup përsëri po themi një boroni, se boronicat janë nga gjërat më të mira që ne mund të konsumojmë, se nuk na hapin sinqer. Po edhe mund të kemi edhe kumlla, varet, gjithmonë varet nga personi ku jeton, se s'po flasim vetëm për Shqipëri ku jeton, se mund të jetojnë në vende të tjera të cilët kanë nivele të larta të frutave. Kjo është me nivele të ulta të karbohidrateve, është shumë inteligjent si ushqim, është shumë stabilizues si sheqer.
sheqerit, nuk krijon shumë ngopi edhe ka yndyna të shëndetshme, duke futur avokaton, vezën, proteinën, duke futur sidomos për boronicën si antioksidant, për nivelin e trurit, inflamacionit, pra uljen e gjithë dhe është jep një energji të qëndrueshmëri dhe një fokus mendor shumë të mirë dhe ka nivele të mira të elektroliteve. Pra nuk ka në ngarkesë të lartë glicemie dhe është shumë e mirë. Për mendimin tim, tërshëra me kos është nga unë paktën kam provuar rreth po themi 70 menu ndoshta në vite, se unë jam eksperimentues dhe jam kurioztar. 70 menu. Në 70 menu mund të ndaj 8-9, të cilat janë vërtet, të cilat nuk harrin, e kam provuar tek njerëz të tjerë. Janë menu që të lën gjithë ditën të punosh, edhe unë punoj. Kam dalë në punë, kam punuar në vend tjetër edhe të ngarkuar ndonjëherë, kam dalë mes diellit. Dhe përsëri e kam përballuar shumë mirë me këtë. Mendimi. Sidomos kjo që thash tani është edhe për problemet e gastritit. Ajo që thash tani është problemi që njerëzit kanë probleme me gastritin, probleme me diabetin apo me tensionin. Nga ana tjetër mund të marrin vezën, mund ta bëjmë dhe omlet. Mund të jedhin pak spinaq, mund të jedhin kërpur, mund të jedhin pak domate brenda ndoshta, mund të jedhin pak bizele, mund të jedhin pak erza, mandanoz, mente ose kopër, do të jemi pak gjalp fshati që ta bëjmë me gjalp fshati dhe mund të konsumojmë një dardh, që është e mirë të jetë e pjekur mirë, dhe të konsumojmë edhe një kefir, që mos ketë nivele kripe, ose ndallë, po kefiri do ishte më mirë. Se këtu kemi proteina, kemi perime, kemi pak karbohidrate, që vinë nga bizelet që janë karbohidrate të mira, është shumë i balancuar. Dhe në anë tjetër kemi nivele të probiotikëve, edhe për dehidratimin edhe për problemin e tretjes dhe që nuk do na rrisi hetjen. Në anë tjetër kemi gjalpin, i cili do na japi vitaminën A, do na japi vitaminë D, do na japi vitaminë E dhe do na japi një energji të qëndrueshme për shumë orë. Bizelet e disa persona mund shkaktojnë fryrje, po njerëzit duhet ta kuptojnë sipas interesit, sipas nevojave metabolike, se jo të gjithë janë njësoj. Një menu tjetër që unë kam rekomanduar dhe përdor, kam vitet e fundit, që e përdor në iftar dhe ajo që më ngelet në iftar e kthej në syfyr, që se s'kemi kohë në mëngjes për të çuar, njerëzit nuk kanë dhe duhet të përgatisin. Është supa e cila mund bëhet ose me kungull të verdh, me patate të kuqe, me ginger, me karot, me mente dhe mund të jetë fara kungulli ose fara ule e diellit sipër dhe me gjalp, ose mund bëhet me kungull jeshil, me patate, mund të bëhet me borzilok, pra kjo që ne tham, dhe me karot. Pra pa i hedhur gjigje. Ka një ndryshim të kjo. Është shumë e mirë për nivelet të larta të hidratimit. Është shumë e këndshme. Ndihmon shumë tretjen. Është një kombinim edhe i karbohidratit ose të jep një ngrohje në trup më saktë, edhe nga xhinxheri. Ka një proteinë të lehtë, se mund të shtojmë një sopë pule, për shembull, si punë e supës, pra mund të shtojmë sa sopa pule 40-50 gram, nuk ka rëndësi. Xhinxheri e menti janë shumë mira edhe për tretjen, edhe si antiinflamator. Në ana tjetër jo shumë patate sepse mund të rrisim nivelin e ngarkesës glicemike. Prandaj unë rekomandoj zakonisht patatën e ëmbël në këtë rast. Për mendimin tim është nga më të mirat, kjo si menu. Mund të konsumojmë një frut ndoshta. Një menu tjetër për personat që duan të jenë të lehtëshëm apo kanë disa probleme në sëmundje, mund të jetë një smoothie. Pra një ditë tjetër. Pra mund të jenë të kombinuar këto menut. E cila mund të hedhin pak banane, çik avokato, të shtrydhin pak limon, spinaq, sidomos për gratë që kanë probleme me anemin dhe kanë mungesë të hekurit. Kjo është fantastike, sepse edhe limoni nga vitamina C që bën përthithjen e gjithë hekurit, prandaj edhe unë e kam bën këtë, spinaq, avokato, banane, pak bajame ose gjalp bajamesh, pak fara susami, pak mollë jeshile, një kokër hurm, pak tahini, se janë të mira në nivelin e sasisë lartë të hekurit. Po me pasur me nivele të mikronutritëve, nga më të pasurat. Ka dhe ndyra të shëndetshme, si tahini, gjalpi, bajames, apo avokato e tjera, jep një energji të qëndrueshme dhe nga ana tjetër ka nivele të larta të hekurit, i përshtatshëm për ata që nuk kanë dot ushqim të rënd në syfyr. Çohe dhe janë të rënd nga iftari, janë shumë rënduar nga iftari dhe mund të konsumojnë këtë. Pihet shumë shpejt, ka burime të nivelit të mirë të kalorive, të mineraleve, të antioksidantëve, edhe nuk të sjell ndonjë problem në opinionin tim. Janë minutë të veçuara, mos ndodhim si telefonusi dhe mesazhi që të ka dërguar Twitter që kishte kombinuar të gjitha. Po, patjetër. Pra, do jenë minutë të veçanta, sepse ndaj nisa me ty në fillim me atë shaka. Nuk është shaka, problemi nuk është shaka, se njerëzit kanë marrë shaka dhe mund ta vënë. Po jo, se kanë nisur brenda një syfyri, kanë ngrënë urmat, kanë vazhduar me menun e parë, të dytë, të tretë. Personi është viti i dytë që mban Ramazan. Dhe ndoshta është i keq kuptuar. Qartë. Tani ai ka keq kuptuar postimin dhe ka menduar që duhet konsumuar to dhe Ramazani e parë ka kaluar shumë vështirë.
sipas asaj që më ka shkruar. Shumë vështirë, domethënë me zor e ka mbajtur, e ka thyer ca ditë, herë parë që e mban. Qartë. Është një person në moshë të re. Dhe në këtë rast, kur ka marrë këtë, ka kujtuar që shiko, unë pas kam bërë një gabim më parë, vitin e kaluar. Dhe ka marrë këtë dhe ka thënë që duhen ngrënë të tëra këto, që unë mos kem këto probleme. Po unë i kam ndarë me nut dhe më ka ardhur keq rënd kur ai është bërë akoma më rënd dhe faktikisht ka qenë 2 ditë keq. Nuk ka qenë një ditë, edhe ditën tjetër ka qenë vërtet keq nga problemet gastrointestinale dhe ka shkuar. Po ka dhe shumë njerëz të tjerë që bëjnë gabime sepse mundohen të hanë anë që të na mbajë gjatë ditës dhe pastaj jo vetëm që shëndoshin, vetëm që kanë probleme me insulinë dhe probleme, ande shpejt. Sigurisht dhe në iftar. Pas ushqimit që nuk duhet ngrënë në iftar, ushqimi shpejt dhe sidomos ëmbëlsirat pas absolutisht jo pijet me gaz, jo, dhe jo sasirat larta pjatash, jo gjërat skuqura sidomos në vaj dhe në friturë, siç janë këto romstekët, kotoletat e këto duhen eliminuar.